sot do të flasim për rikthimin për të rregulluar fotografitë e vjetra. Unë do të përdor një foton time kur kam qenë në moshën 3 vjeçare, e cila i kam bërë disa vikizime mbrapa asaj foto dhe do të mundohem ta hiq me këtë vegël, cila quhet spot handling brush tool. Nuk e kemi përdorur në tutorialin e parë. Atëherë le të nisim. Shkojmë tek file, open, shkojmë gjejmë foton. Okej. Kjo është foto. Kam dalë me matësin tim. Okej, e rregullova pak ngjyrën. Shikojmë që është shumë e vjetër si foto. Një shka ka qenë e vjetër atëherë. Okej, shkojmë tek spot handling brush tool, aktivizojmë dhe shikojmë që kemi këto viza anësore. Okej, shkojmë sipër me mouse, klikojmë butonin e majt dhe tërheqim poshtë sipas vizës. E lëshojmë butonin e majt dhe shikojmë që është hequr viza. Shkojmë tek viza tjetër. Është hequr dhe ajo. Është hequr dhe viza e tretë. Okej, e zmadhojmë foton. Shikojmë që nuk duket asgjë që ka pas viza apo gjë tjetër. Atëherë këtu kemi edhe disa njollat e tjera. Klikojmë sipër. Është hequr, klikojmë në këtë është hequr. Shikojmë pra. Këto janë disa njolla. Ne mund të heqim. Shikojmë dhe mund të heqim dhe këto pjesë të tjera. Shikojmë që është hequr. Pak me njollë. Njollën mund ta vëmë dhe kështu. Shikojmë që është hequr. Okej, në disa momente do të përdorim vertikalisht ose horizontalisht. Në këtë momente këtu ne nuk mund të përdorim dot horizontalisht sepse do të na shfaqet pak me njollë. Dhe do ta bëjmë sa më kujdes. Shikojmë. Ja. Atëherë ka dhe pjesë që nuk mund të hiqen. Atëherë ne mund të hiqim këtë pjesë tjetër, ne mund të hiqim me clone stamp tool. Po. Thjesht do ta zmadhojmë pak rrjethin. Klikojmë alt. Shikojmë pra çfarë bën. Atëherë nuk është se duket shumë. Shikojmë, është hequr komplet. Ndërkohë që këtu kemi një si tip të ngjyrë bardhë. Shikojmë. Atëherë edhe këtë mund të rregullojmë. Klikojmë alt. Klikojmë butonin e majtë të mouse-it, e lëshojmë me altin dhe shikojmë mund të bëjmë ndryshimin. Por jo më shumë se ç'duhet. Tani do të përdorim një buton edhe një herë alt, shikojmë. Shikojmë që është hequr pjesa. Ka ngelur dhe pak e bardhë, po nëse ne e realizojmë siç duhet. Ky është thjesht një tutorial
se na duhet të ndryshojmë, nëse na duhet të ndryshojmë në mënyrë profesionale, duhet të përkushtohemi më shumë. Dhe gjithashtu kemi dhe këto, të cilat kanë qenë terrasa. Edhe këtu kemi çfarë më bërë, vetëm nëse mund të bëjmë dia të pastra. Ta afrojmë pak. Ja shikoj. Shikojmë që i ishim pullat e zeza. Kjo foto është realizuar në vitin 98, nëse ka bëj. Që i hoqëm pikat e zeza. Atëherë kaq për sa i përket këtij tutoriali numër 5, numër 6, më falni. Faleminderit që më shikuat, mos harroni bëni subscribe në YouTube, gjithashtu vizitoni edhe newtirana.com për tutoriale dhe videot më të reja rreth Photoshop.